Një shpërthim pranë banesës së gazetarit Zigfrido Ranucci, një emër i njohur nga investigime televizive dhe një pistë hetimi që kalon Adriatikun deri në Miami. Sipas raportimit të La Capitale News, atentati i 16 tetorit ndaj drejtuesit të emisionit Report po merr zhvillime të reja, ndërsa hetuesit po thellojnë atë që i quajnë pista shqiptare. Në qendër të vëmendjes ndodhet Artur Sheu, 58 vjeç, sipërmarrës me origjinë nga Shqipëria, i përmendur në disa investigime gazetareske si figurë me lidhje të dyshuara me ambiente të krimit organizuar në vendin e tij. Aktualisht ai jeton në SBA në Miami të Floridës. Sipas burimeve hetimore të cituara nga media italiane, edhe drejtoria hetimore antimafia, DIA, ka marrë informacione nga Vlora për një përfshirje të mundshme të 58 vjeçarit në shpërthimin e ndodhur në Rom. Prokuroria e antimafias në Rom me prokurorët Ilaria Calò dhe Carlo Villani, në bashkëpunim me karabinierët e njësive hetimore përkatëse, po punon për të rindërtuar dinamikën e ngjarjes. Hetimi synon të identifikojë autorët e vendosjes së lëndës shpërthyese dhe çdo përgjegjësi të mundshme në nivel urdhëruesish. Sipas La Capitale News, një nga motivet e mundshme lidhet me një puntat emisionit Report, transmetuar më 21 prill 2024 me titull Hotspot Albanese. Reportazhi trajtonte projektin e qendrave për migrantë të ndërtuara nga Italia në Shqipëri, në Shëngjin dhe Gjadër, në kuadër të marrëveshjes dypalçe mes Romës dhe Tiranës. Në atë emision përmendej edhe emri i Sheut, i vendosur në një rrjet marrëdhëniesh dhe interesash që sipas programit përfshinin ambiente politike dhe institucionale shqiptare. Në transmetimin e Rai 3, 58 vjeçari, përshkruesi sipërmarrës i përmendur në hetime ndërkombëtare për lidhje të dyshuara me struktura të krimit organizuar, përfshirë referenca ndaj Cosa Nostras dhe Sacra Corona Unita. Gjithashtu, sipas rindërtimit gazetaresk, Sheu do të kishte dhuruar 30.000 metra katror tokë pranë Vlorës për një fondacion të lidhur me generalin Fabrizio Lizi. Në atë kohë, drejtuesi i Interpolit në Shqipëri. Media italiane raportoi se ndërmjetësimi i kësaj nisme do të ishte bërë nga avokati Angela Gacci, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave në Shqipëri dhe bashkëpunëtori i kryeministrit Edi Rama. Emri Sheut është përmendur edhe në shtypin amerikan. Në mars 2021, Miami Herald publikoi një investigim për aktivitetet dhe jetën e tij në Miami Beach, duke përshkruar interesat dhe rrjetin e tij të marrëdhënieve. Autoritetet italiane po verifikojnë të gjithë këta element, duke krahasuar informacionet e mbledhura në Shqipëri me të dhëna të mundshme mbi lëvizjet dhe kontaktet e Sheut në SBA. Deri në këtë fazë nuk ka akuza formale, por hetuesit po analizojnë nëse ekziston një lidhje konkrete mes investigimit televiziv dhe atentatit. Sipas La Capitale News, hetimi mbetet i hapur në disa drejtime. Emisioni Report ka trajtuar ndër vite çështje të ndjeshme si mafia, korrupsioni dhe trafiku ndërkombëtar. Autoritetet po shqyrtojnë edhe një episod të verës së kaluar, kur persona të paidentifikuar tentuan të hynin në banesën e dytë të gazetarit për të vlerësuar nëse bëhet fjalë për presion të vazhdueshëm. Në këtë kontekst, pista shqiptare konsiderohet aktualisht një nga drejtimet kryesore të hetimit, por jo e vetmja.